Në kapitujt e lutjeve, Imam Bukhariu erdhi deri tek lutjet që të cilat duhet t'i bën besimtari kur ka ndonjë ndryshim në natyrë, në univers, si shiu i madh, erë madhe, vape madhe, bubullim, vetëtim, e kështu me radhë prej fenomeneve të Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj na lidhi pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam me çdo fenomen që ndodh, na lidhi me Zotin e Madh Gjelle Gjelalu. Çdo sen që ndodh na tha lutuni. Ta dini se kjo vjen prej Allahut. Kjo është prej kudretit Allahut. Çdo sen është në urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, mjashtu edhe sahabët e tij, të cilët i trashëgonin mësimin nga pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, gjatë këtyre fenomeneve, ata gjithçka e lidhnin me Allahun subhanahu wa taala. Andaj i pam dobit dhe mësimet të cilat i kanë nxjerrë dietarët për lutjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam gjatë lutjeve kur frin era. Po cilat janë mësimet kur bubullon edhe veton? Çka mësojmë nga kjo të ndërum xhamat? Pejgamberi alayhi salatu wassalam bën të dua: Allahumma la taqtulna bi sa'qik wa la tuhlikna bi 'adhabik wa 'afina qabla dhalik. Thonte o Allah, mos na dono me bubullimin tane, me vetëtimin tane, mos na shkatro me azapin tan dhe jep na shëndet dhe fal na o Zot neve para së gjithash. Pastaj Ibn Abbas radhiyallahu an, kur vetëtonte apo bubullonte, çka bonte? Thonte subhanalladhi sabahta lak. Thonte i pastër është Allahu Gjelle Gjelalu, të cilin ti po e madhron. Kjo vetëtim atë po e madhron, kjo bubullim atë po e madhron. Abdullah ibn Zubairi radhiyallahu an, shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe kur kallzonte hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra ligjëronte duke u mësuar njerëzve fen. E nëse ndodhte me bubullue apo me vetëtue, ndalte hadithin, e mshelte librin dhe çka thonte? E lexonte ajetin e Allahut subhanahu wa taala: Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bubullima e madhnon Zotin e vet Gjelle Gjelalu dhe melekt e Zotit tutën për Allahu Gjelle Gjelalu. Këtë të mësime të ndërum xhamat, çka du të na me mësu për kësajna? E para, çka të shifësh, këtë është një ibadet ndaj Zotit. Dielli dhe hana dhe këtë krijimi i Zotit dhe çka ka krijes është një adhurim ndaj Zotit. I ban ibadet Allahut. Edhe vetëtima, edhe bubullima, edhe shiu, edhe dielli, edhe hana, edhe gjithë shka i ban ibadet Allahu subhanahu wa taala. Përveç kujna? Përveç disa rebelve nga insanët dhe e gjinët. Veç të dilloj krijesave prej tyre ka që nuk i bindën. Dhe shpesh herë dhe na që i bindemi në tërsi, pastaj në detalj ka mundësi nuk i bindemi. Cili për neve nuk ban mëkat? Cili për neve nuk ban gjuna? Çdo gjuna është mos bindje ndaj Zotit. Çdo gjuna është kundërshtim ndaj Zotit te bareke ve teala, edhe pse jo çdo gjuna që të pifeje, edhe të ban rebel, ama në çat dos ti nuk i ke ushtruar Allahu subhanahu wa taala. Por këtë arsye ta mësojmë nga kjo të ndërum xhamat, se gjithçka është në ibadet në Allah. Edhe kjo vapa që na tash po e shijojna, edhe ky nxat që na po e shijojna, ky dielli me urdhët e Allahut punon. S'kena ku do të më nalna. Me çka e nal njëri? Po ti hin ndër klimën, prapa i nxej atje. Që ta kuptojnë ana se gjithçka është në kudretin e Allahut subhanahu wa taala. Gjithçka adhuron Allahun Gjelle Gjelalu. Andaj Allahu yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Edhe vetëtima dhe bubullima Zotin e madhron. Andaj Ibn Abbas radhiyallahu an, i madh është ai Zot, i madh është Allahu Gjelle Gjelalu, të cilin ti o i bubullim atje të madhrua. Kanë madhron bubullima, kanë madhron vetëtima. Kujna tutët për Rabbul Alamin. Po këtë arsye ta mësojmë të ndërum xhamat. E para, gjithçka është në adhurim ndaj Zotit Gjelle Gjelalu. 2. Mos të garantohemi pi dënimit Zotit. Jemi të jetu sikur s'ka llogari. Jemi të jetu sikur gjithçka është në rregull, sikur jena në më të mirë të botës, sikur na jena qendra e vëmendjes, na mojna boshtin toksor. Jo të ndërum xhamat, na jena rob të Zotit. Na jena rob të Zotit, nëse mos me kanë kur gjë zbohet. Komplet na çtu mos me kanë kur gjë zbohet. Një popull të tërë Zoti e ka shkatruar dhe popujt të ndryshëm ka shkatruar dhe kur gjë s'u ka bëhe. Madje Allahu mas i ka shkatruar, na ka zbrit neve Kur'an dhe na ka thënë, a janë në zonin? A janë në zonin dikujna? A shati njëri kur vdes nuk i njeh zonin? Jam shir Zoti gojën. Ka mundsi e ka torturuar një familje, jam shir Zoti gojën. Ta u krimo. Ushim gjithçka jotja. Të ndërum xhamat, le të na frikson pak kjo.
Kena me dalë për para Zotit. Këto fenomene, ki nxat që na po e bojmë muhabet këtë, shumë nxat o gjo, shumë nxat, po këtë kena këtë nxat. Po ki nxat nuk ka besim nxat i xhenemit. Vallahi ma nxat atje. Zoti na ruaj nga xhenemi ya rabbal alamin. Pra na e kujton në çdo fenomen i Zotit neve Allahu subhanahu wa taala ta përmendim më shumë. Largoje nxatit me dhikr. Largoje nxatën me madhrim ndaj Zotit te bareke ve teala. Ha, çdo sa ne ta kujtoj Allahu subhanahu wa taala, tjetra të ndërum xhamat. Le ta kujtojmë se edhe afër është ahireti. Afër ahireti. Ka thënë Mujahidi rahimahullahu taala, e ka afru Zoti i madh ahiretin derisa e ka bon nesër. Ja, e ka bon nesër. Allahu në surën Al-Hashr si drejtohet insanit, si drejtohet besimtarve, tot juni Allahu për nesër. Tot juni për Allahu për nesër. Kur ti vdes, nesër ahireti jot. Nëse vdes sot, nesër ahireti jot. A ka dikush në dunia, komplet botën, për ditë që s'des dikush? Po. Pra çdo ditë dikuj na i vjen ahireti. Çdo ditë dikuj na i vjen ahireti, një ditë për ditëve edhe neve. Numër nditarje të ndërum xhamat. Numër nditarje. Nëse s'kan vetë sot me nota, nesër kanë me vetë. S'kan vetë edhe nesër, mas nesër kanë me vetë. Po një ditë kanë me vetë. Po një ditë, për ditë nashta ka rozilja e kipshtue. Po një ditë s'ka me rozilja, oj ndërum. Një ditë s'ka me rozilja dhe kemu kapë edhe ti. Këtë ato që kanë vdek në këtë xhami se kena përcjell. Një ditë s'ka me rozilja ka me thonë, hajde tash ti. E lushmi Zotin Allahu që Allah me rahmet na trajton, ja rabbel alamin. Po para kësaj na ta trajtojnë na vetë pak me rahmet. Ta këshirmi hakin ton ndaj Zotit. Ku jemi na me hakin ton ndaj Zotit? Jemi vërsul, jemi lshu mas së bote, sikur s'ka përfundim gjithçka. Shohim njëri tu dek, vazhdojmë sikur kur gjë hiç. Lexojmë lajme, djalë ka vrarë babun. Vazhdojmë çajin sikur gjë hiç. O të ndërum, djali babën e ka vrarë. Djali babën e ka vrarë. Kjo kiamet, çka do me bë më shumë mo? Çka do të më bëte na, çka do të më ndodh neve që më nal me thon, "Ej, kjo tepër ove, nalu pak, ej. Nalu o ju njerëz, nalu kjo tepër mo. Kush më kanë do të më vrarë mo?" Babën e ka vrarë djali. Djali i vet. Runa Zot. Allah i rujt evlatët tonë, ja rabbal alamin. Allah i na i rujt mend. Allah i na i rujt imanin. Allah i na i rujt islamin. Allah i na i rujt gjithë shka që neve na runë si njerës. Shiko sa ka degradu njeri. Dhe nga ana tjetër, emisione, dokumentare, islami problem. Prap islami problem. Ky islami cili nuk le nanës e babës of, mi thanë, prap islami problem. E pse islami problem? Pse islami problem? Pra, shejtanët e gjine bashkë me shejtanët njerës dojnë me degradu njeri në dërë këtë nivel. Qëfar? Që të mos t'i mbetet kur gjopi njerëzillëkit. Let bëhet normal. Ti nesër, mas nesër e vrat një djalë tjetër babën e vetë, pa e pat vrat dhe një tjetër. Edhe një tjetër bëhet normal. Sikur që zhveshja u ka bëhet normal. Ca api duke dikuj t'i shka? Api duke dikuj zhveshja jashtë normal dikuj t'i shka? Ja, puna vetë, do që shka kena më. Ama kur po na mlon uji, s'po hoq veç puna atynve më katarve, ketër me vetë puna merë. Po këtë asyje kanë bëha dua të partë të muslimanve. Janë du të partë të muslimanve për Zotit Madh Gjelle Gjelalu. E kam shel hadithin, bubullim, vetim. Kjo du të më na kujtu Allahu subhanahu wa taala. Andaj këto fenomene, jashtë këtyre fenomeneve të vrasjeve që këto janë të merr mbi të merr, tragjedi mbi tragjedi në thojza. Le t'i kthejmë Allahu subhanahu wa taala. Ta dim se i vetmi shpëtim është Allahu Gjelle Gjelalu. I vetmi shpëtim është libri Allahu subhanahu wa taala. E vetmi rrugë që na nxjerr nga kjo katrahur, nga kjo parregullsi është mësimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që Allahu të na ruaj pi azapit atina. Lutim Allahun që Allahu mos na dënon me dënimet e tina. Lutim Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që Allahu ta ruan shoqërinë e muslimanëve nga çdo degradim, nga çdo devijim, nga çdo lajthitje, nga çdo çoroditje. Lutim Zotin e Madh që Allahu t'i mbush zemrat tona me iman, t'i mbush zemrat tona me islam, t'i ban trupat e tonë të nështruar ndaj Zotit Madh te bareke ve teala.